hapja zemrën tënde Perëndisë, pranoj Perëndinë si Zotin dhe Shpëtimtar tënd, përpara se të mundohesh të jetosh një jetë me Perëndinë. Nuk mund të jetojmë një jetë me Perëndinë pa Perëndinë. Nëse do të bësh vepra të mira, vepra më e mire që mund të bësh për veten tënde është të adhurosh jetën e Jezusit. Ta hapësh zemrën, të lutesh, ta pranosh edhe të thua Zot, ja ku jam, puno me mua. Më ndihmo që të bëj vullnetin tënd. Kështu që kjo është ajo vepra më e mirë. Vazhdojmë. Kur të tani Jezusi po flet për të paktën 4 gjëra se si duket besimi jonë. Edhe është mundur që kur e lexon këtë pasazh të mendosh, po nga këto ta bëj. Çfarë të bëj, çfarë të mos bëj. Në fakt kjo është mënyra se si jeta e krishtere duhet të shfaqet. Në qoftë se në jetën tënde nuk po sheh frytet e Perëndisë, mos bëj pyetje më çfarë duhet të bëj. Po bëj pyetje, apo i besoj për te Perëndisë. Do mos kërko, po ndoshta të bëhem më i dashur, po ndoshta të fal më shumë, po ndoshta të bëhem më shumë aktiv. Arsyeja që si je, në qoftë se nuk je, është për shkak se Perëndia akoma nuk është bërë Zoti jot personal. Në qoftë se Perëndia është Zoti jot personal, në qoftë se ja ke hapur zemrën, në qoftë se Perëndia është brenda teje, është pamundur të mos veprosh me perëndishmëri. Në qoftë se miku që na vjen në shtëpi, na i orienton orarin, na bën që ta fshijmë shtëpinë, na bën